Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në fjalimin e tij në Knesset, Parlamentin e Izraelit, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, vlerësoi Shqipërinë për ndihmën që i ka dhënë hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Por sot mund të themi që marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe shtetit të Izraelit janë më të mira se kurrë. Po kështu në nivel qeveritar, ashtu edhe personal. Kështu që kur shoh sot dy kokat e shqiponjës që shohin në drejtime të ndryshme, si shembull i së shkuarës e i së ardhmes, shoh po kështu diçka që simbolizon në shikimin nga e ardhmja, bashkëpunimi që bëhet më i fortë, mirëqenia më e madhe, siguria midis dy vendeve tona. Doja t'ju thoja që qeveria juaj e Shqipërisë po hap krahët ashtu siç shqiponja në flamurin tuaj. Përpjekja që po bëni për ta çuar Shqipërinë përpara, gjithashtu edhe misia e thellë për Izraelin, e cila shfaqet hapur në forume ndërkombëtare, duke qëndruar në anë të së vërtetës e kundër gënjeshtrave që dëgjojmë për Izraelin. Shqipëria e kupton Izraelin dhe Izraeli e kupton Shqipërinë. Shtetet e vogla luftojnë për ekzistencën e tyre dita ditës, dhe me ekzistencë nuk kuptoj dhe vetë premtimin e ekzistencës së jetës, sepse kjo ekzistencë që vjen para së gjithash. Ai premtoi gjithashtu mbështetje financiare për vendin ton. Netanyahu nënvizoi se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Izraelit janë më të mira se kurrë për të përmirësuar situatën e tregut në Shqipëri, dhe kjo është pranuar si e tillë edhe nga investuesit izraelit që po vinë tashmë në Shqipëri, e të tjerë do të vinë edhe më shumë në Shqipëri. Dhe jam i sigurt që të gjithë anëtarët e Knessetit do të na mbështesin, jemi gati t'ju ndihmojmë me çdo gjë. Sot kemi diskutuar për shumë gjëra në zyrën time, mbështetje për siguri, luftën kundër terrorit, inovacion, teknologji, në aspektin kulturor e tregtar. Dhe dua ta shtoj që po ndodh tashmë në turizëm. Në fakt, turistët izraelit janë njerëz të zgjuar, e dinë çfarë thonë, e dinë çfarë zgjedhin dhe kanë njohur tashmë një destinacion të jashtëzakonshëm turistik që është kaq i veçantë. Sepse është edhe një vend i shkëlqyer për izraelitët. Kreu i opozitës izraelite Yair Lapid gjithashtu pranoi rëndësinë e Shqipërisë si aleat, duke vlerësuar mbështetjen e vendit tonë në momentet më të vështira për Izraelin. Në Shqipëri ka një shprehje që di edhe fëmia, që është besa. Besa do të thotë të mbash fjalën, apo të jesh një njeri te i cili mund të mbështetesh. Ne, populli hebre, e dim që ky koncept mbart një kuptim të thellë të përgjigjes për pyetjen nëse Shqipërisë mund t'i besohet dhe që është në fakt testuar në orët tona më të errta, e mbajti fjalën. Në fillim të luftës së dytë botërore, Shqipëria ishte e pushtuar nga italianët dhe në 1943-shin ushtria naziste hyri dhe pushtoi sërish Shqipërinë. E gjëja e parë, siç bën në çdo vend që pushtuan, nazistët kërkuan një listë hebrejsh që jetonin në vend. Kjo ishte procedurë standarde në mbar Europën, dhe në asnjë vend nuk ishin hasur me ndonjë rezistencë. Pasi thuajse e gjithë Europa i kishte dorëzuar hebrejt e saj në kampe të shparosjes, shqiptarët thanë, ne do t'i mbrojmë hebrejt, sepse ne dim si të dallojmë të mirën nga e keqja. Ne dim se si apo çfarë është morali njerëzor. Ne kemi besën. Ai shtoi më tej se si vend aleat Shqipëria e ka treguar mbështetje në orët më të vështira për Izraelin.